Përshëndetje graria, si keni kaluar, si keni qenë, jeni mirë, si jeni mirë, uroj që t'jeni mirë që të gjitha. Edhe sot për drek unë kam bërë specka të mbushura. Okej, nuk vinë si ato të speckat e Bearit, po gjithsesi janë të mira, janë super. Këtu po i mbush një nga një. Unë i skuq pak speckat në furrë, se më pëlqejnë kur bëhen pak më të. Më njëjë sikur bëhen më të mira, ka më tepër shije. E atëre, këtu përgatisim të gjitha speckat. Nuk janë gjitha drejta, ca janë të shtrenjta, ca të drejta, po do kërkojmë që t'i bëjmë të drejta. Kjo okej, ishte shumë, po gjithsesi e përdora. Kjo ishte e mirë, këto të bardhat ishin super, po në pako kishte vetëm 2 secila, nuk kishte më tepër nga 2. Këto janë si speckat e Shqipërisë. Herë e parë që gjej në supermarket si këto. Në Bear unë i kam gjithmonë, se unë kam një cop tokë këtu dhe mbjell çdo gjë. Po tani ndihmë, ja, speckat po i laj, një nga një. I lash pak shumë me kokën poshtë që mos të mbanin ujë. I vën në tepsi, i përgatis për t'i futur në furrë. Edhe ja speckat i kemi gati, i edhim pak fare vaj ulliri dhe i fusim në furrë. Tu pastaj përgatisim qepën, e presim. Unë qepën e kërkoj ta pres sa më të vogël, se vajzat e mia nuk para kanë qep. Po më të vogël nga kaq, çfarë do i pres, edhe qepa ka, nuk më pëlqen e grirë, se bëhet si ujë. Këtu po grija dhe speckat, i kishem larë dhe këto. Po i bëj në copza të vogla. Speckat e mbushura duan kohë, kanë qik mundim, dalin super, po si për asaj duhet t'i jesh në shtëpi për të bërë një procedurë kaq gjatë. Mund t'i bësh një në kaq, për shumë byrekun, speckat, partigjan të mbushur, ne që jemi në punë, në darket nuk e arrin dot, se do hash në orën 11 natës. Unë për shembull që vi në orën 7:30 në darke në shtëpi, nuk mund t'i bëj dot. Kërkoj gjithmonë receta sa më të thjeshta që brenda gjysore të shtroj tavolinën. Këtu edhim dhe speckat që të gjitha për t'i skuqur. I trazojmë. Këto i kam nga domatet e baçës time. Unë kam bërë gjithë ato qeska me domatet grira në këtë mënyrë. I bëj çdo vit, çdo Bear, edhe i përdor kur dua të bëj makarona, kur dua të bëj specka të mbushura, partigjiane. Se janë me gjithmend si kur ti i ke këputur në atë moment. Edhe gjella del super.
Këtu mora mish në grirë. Zakonisht mua speckat e mbushura nuk më pëlqejnë me mish të grirë, se nëna tona atëre nuk i bëni me mish të grirë. I bëni vetëm me erza, qep, domate, specka edhe orizë. E bej se ma kërkojnë fëmijët me mish të grirë, po orizin e kam larë dhe po hedh. Nuk më pëlqejnë, i bëj vetëm për ata, po jo se më shijojnë. Tu i kam hedhur urdhër, piper nga i dolce i thon këtu. I kam hedhur qik nane, mendrës, që i thoni juve, rigon, kripën. Dhe këtu po përgatis një hamburger për Elianën. Sa jo nuk ja speckat e mbushura dhe më mbeti pak mish. Edhe po ja bëja sajt, ajo dha qik krip, rigon, pak urdhër edhe djathë të grirë. Unë nuk kam nga ato për të bërë hamburger, edhe do të shikoni me çfarë do t'i bëj. Dalin gjithsesi super, ja. Mora këtë. Allah shqiptarçe. Edhe bëm hamburger. Doli perfekt, shikoj. Përgatisim dhe tjetrën. Njeriu kur s'ka diçka në shtëpi do ta nxjerrë një metodë tjetër për të gatuar ose për të bërë diçka më origjinale. Jeni pak vaj ulliri dhe hamburger nuk ja kam bërë tek zgara, se këto ta bëjnë kuzhinën në nevojë të rrish gjithë pasditën. Preferohet ja vënë në furr edhe kështu ja. Njësoj dolën të mira. Ja dhe speckat i kam mbushur, tani do zvendësoj orizin në për vendet bosh. Vazhdoj me të hedhur orizin. Gjithsesi të pse u hengë të gjitha, thash, dhe në qoftë se nuk vinë si speckat e beharit që kanë stinën e vetë, se këto nuk janë speckat e stinës, se në dimër dihet që nuk janë specka sere, po për të kollondrisur drekën dhe darkën, do t'i gatuajmë, ja dhe speckat i nxorëm nga furri dhe tani ndajmë në pjata. Burri im e kishte qark sa radhe për orizin që më bleu. Oriz që mua nuk më pëlqeu fare. Unë orizin e blej që të vi shkrifët, ndahet kokra nga orizi, kurse ky ishte në nemoj. Gjithsesi e hengër. Megjithatë nuk dolën keq. Në shi ishin shumë të mira, po që orizi ishte shumë Ja dhe dreka jonë. Këtu po shpjegoja që burri nuk më kisha marrë orizin të mirë. Edhe unë e vrikos qik po s'ka gjë. Muzia qesha, se gjithmonë. Edhe me sallator të shtruar. T'ju ke bërë mirë dreka gocën, ju përqafoj dhe ju uroj një mbasditë të bukur. Ciao, ciao.